Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vjojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ejzallahu lahu al-ajra wa thawab. Dhe kjo broshur u nis me mësimin e 4 gjërave kryesore për çdo musliman dhe muslimane, që janë dituria, puna me këtë dituri, thirrja në këtë dituri dhe durimi gjatë vështirësive që has thirrësi. Më pas, autori e nisi me diturim që është që robi të njohi Zotin e tij, të njohi fenë e tij, të njohi profetin e tij. Gjitha këto me argumente. Më pas u ndanë 3 çështje kryesore për çdo musliman dhe muslimane, që e para është fakti që Allahu mëdhëruar na krijoi për një synim dhe rruga që të çon në këtë synim, që është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë ishte fakti që Allahu mëdhëruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim as nga ndonjë ëngjël i afërt dhe as për ndonjë profet të dërguar. Dhe çështja e tretë ishte fakti që kush e njëson Allahun dhe pason profetin sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet të miqsojë ata që kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e tij, edhe nëse janë njerëzit më të afërt. Më pas autori përmendi çështjen se gjëja më madhështore që Allahu urdhëroi është tauhidi dhe gjëja më e madhe që Allahu ndaloi është shirku. Më pas autori përmendi adhurimin dhe llojet e adhurimit, dhe kemi marrë një pjesë të këtyre llojeve të adhurimit, dhe sot përsëri do vazhdojmë me këto lloje të adhurimit, dhe thamë për kufizimin e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes të adhurimit, që është një emër i përgjithshëm për çdo gjë që Allah mëdhëruar e do dhe e pëlqen, prej fjalëve dhe punëve të dukshme dhe të padukshme. Dhe sot kemi fjalën e autorit ku thotë: "Wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Argumenti i istianes, i kërkimit të ndihmës, është fjala e Allahut të lartësuar: vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti ndihmë kërkojmë. Dhe thotë: "Wa fil hadith idha sta'anta fasta'in billah." Nëse kërkon ndihmë, kërko prej Allahut. Pra, argumenti i parë është i përgjithshëm për të gjitha adhurimet. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, nëpërmjet frikës, shpresës dhe të gjitha llojeve të adhurimit. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm te ti ndihmë kërkojmë. Pra nuk adhurojmë asnjë tjetër përveç teje, o Allah, dhe nuk kërkojmë ndihmë nga askush tjetër përveç teje. Dhe ky ajet është pjesë e surës El-Fatiha, që është surja më madhështore, që është nëna e Kur'anit, sure të cilin muslimanët e përsëritin në namazet e tyre, qofshin ato farz dhe sunete. Dhe ajo përmban veçimin e Allahut me adhurim. Wa iyyaka nasta'in, vetëm te ti ndihmë kërkojmë. Pra nuk kërkohet ndihma vetëm se nga Allahu i lartëmadhëruar. Pra, në këtë ajet Allahu i madhëruar bëri të qëndrueshme faktin që istiania, kërkimi i ndihmës, është adhurim. Përderisa është adhurim, nuk lejohet ta veprosh këtë adhurim për dikë tjetër përveç Allahut. Nuk të lejohet të kërkosh ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut të madhëruar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyes dhe shumë nga dietarët e Islamit kanë një shprehje që thonë: "Innal ibadata li ghayri Allahi a'zamu kufran min al-isti'anati bi ghayri Allah." Adhurimi për dikë tjetër përveç Allahut është më i madh si kufër se kërkimi i ndihmës nga dikush tjetër përveç Allahut. Dhe kjo është një shprehje e saktë që ka baza në fe. Prandaj në këtë sure El-Fatiha, ju dha përparësi adhurimit ndaj kërkimit të ndihmës. Prandaj adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut është më i madh si faj dhe si gabim dhe si kufër, si mohim, se thjesht kërkimi i ndihmës, sepse në këtë sure iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in u përmend i pari i përmend
adhurimi, pastaj kërkimi i ndihmës. Wa iyyaka nasta'in. Cili është realiteti i istianes, i kërkimit të ndihmës? Istiane është kërkimi i ndihmës. Dhe ky është më pas përmendi dhe hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, o idha sta'anta fasta'in billah. Nëse kërkon ndihmë, kërko nga Allahu. Më pas përmendi argumentin e istiadhes, argumentin e kërkimit të mbrojtjes. Që është fjala Allahu të lartësuar, "Qul a'udhu bi rabbil falaq." Thuaj kërkoj mbrojtje nga Zoti i agimit të mëngjesit. "Qul a'udhu bi rabbin nas." Kërkoj mbrojtje nga Zoti i njerëzve. Istiadhja është kërkimi i mbrojtjes. Pra unë kthehem dhe kërkoj mbrojtje që të më ruaj, të më mbroj Allahu madhruar nga shejtani i mallkuar, që është i dëbuar nga mëshira e Allahut. Pra istiadhja do të thot kërkimi i mbrojtjes. Dhe është një kërkesë që njeriu e kërkon duke u kthyer dhe duke kërkuar mbrojtje dhe ruajtje nga Allahu i madhruar, dhe ky është një adhurim nga adhurimet e zemrës, siç thon shumë prej dietarëve të Islamit, cilë thon inel istiade ibadetun qalbiyye. Istiadhja, kërkimi i mbrojtjes, është një adhurim që ka të bëjë me zemrën. Dhe ajo mund të bëhet edhe me gjuhë, kur kërkon mbrojtje nga dikush tjetër, dhe i thua a'udhu bike a'idni, kërkoj mbrojtje nga ti, të më mbrosh, të më ruash. Por realiteti i saj është në zemër, pra ti kërkon me zemër. Prandaj ka anon nga adhurimet e zemrës. Shumë nga dietarët e Islamit thonë që nuk lejohet të thuash kërkoj mbrojtje nga Allahu pastaj nga ti. Nuk lejohet të thuash dikujt që kërkoj mbrojtje nga Allahu, a'udhu billahi thumma bike. Kërkoj mbrojtje nga Allahu dhe pastaj nga ti. Sepse kërkimi i mbrojtjes, siç tham, është një adhurim që ka të bëjë me zemrën, dhe ky mendim i tyre është mendim i saktë. Prandaj nuk lejohet që muslimani ta lidh zemrën dhe të lidhet me dikë tjetër përveç Allahut. Me pak fjalë, istiadhja, kërkimi i mbrojtjes, është kërkimi i mbrojtjes nga Allahu madhruar prej diçkaje e cila ka të keqe. Prandaj Allahu Resulullah thot: "Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas." Thuaj kërkoj mbrojtje nga Allahu, nga Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, i adhuruari i njerëzve, të më ruaj nga e keqja e vezvesit përshpëritës. Pra ti kërkon mbrojtje nga Allahu madhruar nga diçka që është e keqe. Dhe Allahu madhruar thot në Kur'an: "Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim." Sa herë që lexon Kur'anin, kur lexon Kur'anin, kërkon mbrojtje nga Allahu prej shejtanit të mallkuar, që është i dëbuar nga mëshira e Allahut. Më pas autori thot: "Wa dalilul istighathe." Argumenti i kërkimit të ndihmës dhe mbështetjes është fjala e Allahut të lartësuar: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Kujtoni kur ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj dhe ai ju përgjigj juve. Istighathja është kërkimi i ndihmës dhe i mbështetjes. Është një adhurim i veçantë, nuk është thjesht istiane. Dhe ti kërkon mbështetje dhe ndihmë. Dhe përderisa istighathja është adhurim. Pse është adhurim? Sepse Allahu madhruar e përmendi në vazhdën e lavdërimit, ku përmendi besimtarët, duke thënë: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Kujtoni kur ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj dhe ai ju përgjigj. Pra Allahu madhruar e do këtë lloj adhurimi, që njerëzit të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje nga Allahu i madhruar. Dhe përderisa Allahu madhruar e do këtë gjë, atëra ajo është adhurim, sepse adhurimi është një emër i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen, prej fjalëve dhe punëve të dukshme dhe të padukshme. Dhe istighathja, kërkimi i mbështetjes dhe ndihmës, është një punë e dukshme. Prandaj nuk i lejohet muslimanit që të kërkojë
të bëj istighathe, të kërkoj ndihmë dhe mbështetje nëpërmjet istighathes nga një krijesë, vetëm se me kushte. Me kushte që ai që ti kërkon ndihmë prej tij të jetë i gjallë. Ky është kushti i parë. Mos jetë i vdekur, se ka njerëz që kërkojnë nga të vdekurit. I dyti është që të jetë prezent, të mos mungoj. Ai është në një kontinent tjetër ose në një shtet tjetër dhe ti thua që më jep këtë o filan. E treta është që të ketë mundësi që të ta bëj që të ta bëj atë që ti kërkon prej tij. Se ka dhe njerëz që janë të pafuqishëm. Ti kërkon diçka dhe ai s'ka fuqi, s'ka mundësi. Dhe kushti tjetër është që dëgjoj, se ai ti mund të jesh në xhami këtu, ai është një lagje tjetër, e ti thua o filan, ai s'të dëgjon. Siç veprojnë sufistët që kërkojnë pra nga shehlerët e tyre, të cilët nuk janë as të gjallë, kanë vdekur prej vitesh, prej shekujsh, as nuk janë prezent, mungojnë, as nuk kanë fuqi, se ka prej tyre që kërkojnë falje gjunahesh nga shehlerët e tyre, dhe as nuk dëgjojnë. Pra, ai që ti kërkon ndihmë prej tij, duhet të jetë i gjallë, prezent, të ketë mundësi dhe të dëgjoj. Dikush mund të thotë që disa njerëz argumentojnë me faktin që njerëzit ditën e Kiametit do të kërkojnë ndihmë nga Nuhu alayhis salam, do kërkojnë ndihmë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe i themi që kjo nuk është kërkim ndihme nga të vdekurit. Nga që ata Nuhu alayhis salam, profeti sallallahu alaihi wasallam, ditën e Kiametit kanë për të qenë të gjallë. Do të kthehen përsëri pra të gjallë, do të ringjallen të gjithë ditën e Kiametit. Dhe ata janë të gjallë në atë ditë, po ashtu janë prezent, kanë mundësi të kërkojnë ndërmjetësim nga Allahu madhruar, dhe po ashtu edhe dëgjojnë, dhe nuk mund të krahasohen pra, të krahasohet kjo gjë me ideologjitë sufiste që kërkojnë ndihmë nga shehlerët e tyre, që nuk janë të gjallë, që nuk janë prezent, që nuk kanë mundësi dhe që nuk dëgjojnë. Më pas autori përmendi çështjen e therrjes. Dhe thotë, dhe argumenti i therrjes i kurbanit është fjalë Allahu të rësuar: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa min as-sunnah la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." Argumenti i therrjes dhe kurbanit është fjalë Allahu të lartësuar: "Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shok dhe unë për këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve." Ndërsa nga suneti është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: "Allahu e mallkon atë që therr për dikë tjetër përveç Allahut." Pra, dhabhi është nahri, që ka ardhur përsëri në Kur'an në surën Al-Kauthar që lexuam në rekatin e dytë: "Inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar." Dhe ti falu për Zotin tënd dhe bëj kurban, pre kurban. Pra, therrja është dhe kurbani është adhurim. Pra, kur derdhet gjaku dhe kjo lloj derdhje gjaku bëhet edhe me të lidhurin e zemrës. Pra ti e lidh zemrën dhe me Allahun e madhruar gjatë prerjes së kurbanit. Dhe ai është një adhurim i dukshëm që ka dhe diçka të brendshme në zemër. Prandaj, kushdo që pret kurban për dikë tjetër përveç Allahut, ai ka rënë në shirk të dukshëm, i ka bërë Allahut shok në adhurim. Sepse therrja dhe kurbani janë adhurime, dhe përderisa janë adhurime, nuk lejohet t'i bësh për dikë tjetër përveç Allahut të madhruar. Dhe solli argumentin imami, thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Prandaj nusuki këtu është kurbani im. Dhe po ashtu Allahu i lartësuar thot në ajetin tjetër: "Inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar." Ne të dham ti Kautherin. Prandaj ti falu dhe bëj kurban për Zotin tënd. Pra Allahu madhruar e urdhëroi që
që të bëj kurban vetëm për Allahun madhruar dhe për askënd tjetër përveç tij. Dhe ky kurban përmban disa lloje të adhurimit kur ti bën kurbanin. Së pari ti i nënshtrohesh Zotit tënd, duke u ofruar nëpërmjet prerjes së kurbanit. Po ashtu, gjëja e dytë, adhurimi i dytë është që ti e madhron Allahun madhruar nëpërmjet prerjes së kurbaneve. Dhe po ashtu ti shpreson tek ajo që Allah madhruar ka prej shpërblime madhështore kur e pret kurbanin tënd. Dhe po ashtu ti kërkon bereqetin nga Allahu i madhruar nëpërmjet prerjes së kurbaneve. Dhe gjitha këto që përmendëm së fundmi janë prej adhurimeve të zemrës, dhe janë punë të dukshme, vepra të dukshme, dhe disa prej tyre janë edhe nëpërmjet gjuhës, kur ti përmend emrin e Allahut madhruar gjatë therrjes dhe prerjes së kurbaneve, dhe janë adhurime madhështore. Pra kur ti lëviz gjuhën dhe përmend emrin e Allahut dhe thua Allahu Akbar kur e pret kurbanin, po ashtu ka dhe punë zemre, ato që përmendëm prej punëve të zemrës gjatë therrjes dhe prerjes së kurbaneve, dhe po ashtu është edhe lëvizja e pjesëve të trupit, sepse ti merr thikën pra me dorën tënde dhe lëviz atë dhe është lëviz dora gjatë prerjes së kurbanit. Gjitha këto duhet të jenë vetëm për Allahun e madhruar dhe për askënd tjetër përveç tij. Të gjitha këto adhurime, qofshi me gjuhë, qofshi me zemër, qoftë edhe me gjymtyrë dhe me pjesët e trupit. Dhe përmendi dhe argumenti nga suneti profetit sallallahu alajhi wasallam, që është fjala e tij la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allahu e mallkon atë njeri që bën kurban për dikë tjetër përveç Allahut. Pra Allahu e ka dëbuar nga mëshira e tij. Ky është mallkim, është dëbim nga mëshira e Allahut të lartësuar. Ka tregon se therrja për dikë tjetër përveç Allahut është një mëkat prej mëkateve të mëdha. Dhe përderisa është kështu, atë madhruar e urren këtë lloj mëkati, dhe përderisa Allah madhruar e urren, nuk lejohet pra që të bëhet kurban për dikë tjetër përveç tij. Në anën tjetër, Allah madhruar e do këtë lloj adhurimi, sepse njerëzit afrohen tek Allah madhruar nëpërmjet prerjes së kurbaneve. Dhe përderisa Allah madhruar e do, ai është një adhurim prej adhurimeve, sepse adhurimi është një emër i përgjithshëm për çdo gjë që madhruar e do dhe e pëlqen për fjalëve dhe punëve të dukshme dhe të padukshme. Pas në fund përmendi adhurimin e fundit, që është nedhri, zotimi. Dhe thot argumenti i nedhrit, i zotimit, është fjala e Allahut të lartësuar: yufune bin nedhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata e mbajnë zotimin e dhënë. Pra, zotimi është kur njeriu i detyrohet e imponon veten e tij që do bëj këtë gjë, do bëj një diçka të caktuar, dhe ky zotim ndonjëherë është pa diçka në këmbim dhe ndonjëherë është i kufizuar në këmbim të diçkaje. Prandaj nedri, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk sjell diçka të re, por nxirret nga ai që është kurnac. Nxirret nga ai që është kurnac, sepse besimtari zotohet para Allahut madhruar pa kërkuar diçka në këmbim. Pra, që mos ke diçka në këmbim, se nëse ka diçka në këmbim, nëse Allah më shëron mua, do falen të natën sot. Ky është diçka në këmbim. Pra, edhe pse e ke detyrë që ta mbash këtë zotim që dhe, nëse kaloj në provim, në test që kam, do agjëroj çdo të hënë dhe të enjte. Pra ky është një zotim me diçka në këmbim. Ti s'ke pse agjeron të hënë të enjte në këmbim të asaj që të madhruar të japi sukses në test, por ti agjeroj atë, sepse ajo nedri, zotimi, nxirret nga kurnaci. Prandaj, zotimi që është i urryer është ai që ka diçka në këmbim. Siç thot dikush, nëse Allahu më shëron të sëmurin që kam unë, do ta agjeroj një ditë, ose nëse kaloj në test, do të fal dy rekate. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, inna ma yustakhraju bin nadri min al bakhil. Zotimi nxirret nga ai që është kurnac.
sepse besimtari kthehet tek Zoti i tij, e adhuron Allahun e madhruar pa kërkuar diçka në këmbim. Dhe e adhuron Allahun e madhruar gjithmonë dhe afrohet tek ai gjithmonë, sepse Allahu i madhruar e meriton të adhurohet një i vetëm, pa ju bërë asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim. Dhe nedhri, zotimi, duhet që ta mbash atë zotim që jep. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men nadhara an yutia Allah falyuti'a, wa man nadhara an ya'sihi fala ya'sihi." Kush zotohet që do t'i bindet Allahut, le ta mbaj premtimin që bën, zotimin që bën, ta çojë deri në fund. Dhe kush zotohet që do kundërshtojë Allahun, të mos e kundërshtojë atë. Dhe solli argumentin imami që është yufune bin nedri. Ata besimtarët e mbajnë zotimin që japin. Dhe ky është një lavdërim për çuarjen e zotimit deri në fund, që është një cilësi prej cilësive të besimtarëve. Dhe këtu erdhi fundi i llojeve të adhurimit për të vazhduar në ditët në vijim me bazën e dytë, që është njohja e fesë islame me argumente. Pas njohjes së Allahut madhruar është njohja e fesë islame me argumente. Me kaq mjaftojmë për sot. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.